Председателот на Фудбалската федерација на Албанија и подпредседател на УЕФА Арман Дука во интервју за ТВ21 рече дека односите со Фудбалската федерација на Македонија од секогаш биле добри и дека такви ќе останат. Дука изјави дека со Омер Агич се познаваат одамна. Masar, unë kam njohje të vjetër personale, sepse ai ka qenë antar i Komitetit Ekzekutiv Federatës që në kohën që ishte Hari presidenti i Federatës Maqedonisë Veriut, ka pas ambicje madje që në atë kohë që t'ishte presidenti i Federatës dhe erdhi një ditë dhe u bërë president. Do të thonë është pjesë e komunitetit futbollit, për këtë e thash që kam njohje të vjetër, është një ish futbollist dhe me dëshirë për ta zhvilluar futbollin në Maqedoninë e Veriut, jam i sigurt që do bëj mirë dhe kemi raporte shumë mira. Дука зборуваше и за фудбалерите од Македонија кои играа за Албанија, подсетувајќи на нивните голови во квалификациите за минатото европско првенство. Ne kemi pothuajse më kualitativët nga Maqedonia e Veriut. Nedim Bajrami na ka shënuar golin në Çeki në një moment vështirë për ne, gol i cili na mbajtin lojë dhe na çoi në vendin e parë në kualifikuesit evropian. Yasir Hasani ka shënuar 3 gola fantastik në kualifikuese kundër Moldavisë, kundër Çekisë dhe kundër Polonisë. Ata e kanë shkruar emrin e vet me punën e vet, me kontributin e vet, Taulan Seferi gjithashtu. Во врска со цената на билетите за надпреварите на албанската репрезентација, Дука рече дека се додека побарувачката е толку голема, цената е разумна.